O, vjera jeme. Nusja qik kur së bëhet. Se qika ta thot në i fjallë, te e hunë shkryt, se ta ka thonë qika jo. Nusja me bo me ta thonë në i fjallë, te e qënë hunën ka qep, edhe si të vjen djallin shpia. Djallit, me ka thonë nusja në i fjallë, kuptan? Unë atë problem nuk e kam se unë jem moderne. Para tjetë dhe sim që kur, po ku jem mërzitur në shka folin e të poshtë, arë që nusja ashtë që. Jo, mu e drejmë, në kom flajnë, dhe në tjetë, burim ka thonë flajnë, në kom flajnë. Unë sim qunë 5 saate me fshia borë, me thonë gruja filonit, të qunë 5 fshinja borë. Jo, vëllohi, femnës me janë shukryt në kotë në ullën. Për fatë keq prej Evropë e keni marrë vish një sens mudesh, shkort trup, me dalë, femna. Zemër, unë e vish i burit du mi thonë zemër, vla. Këtë zemër në kam vish për burë temin, vjerim ka dosh. Ka thonë gjithmonë, unë e ty të kam prej gamers. Unë e jetoj atje në Zvicër, jetoj me biznes në Zvicër, këtu është vetëm me ardhë, me ha punë. Ja ka vlejt me ardhë me pru kvalitet punës, me ardhë me pru kvalitet produktave, me ardhë me pru kvalitet pajisjeve. Përshëndetje miq të dashur. Sot kemi ardhur me vizitu Behi e Lushaj, ku ka me na tregu më shumë rreth jetës së saj dhe rreth sakrificave dhe problemeve që i ka hasur gjatë jetës së saj. Për më shumë ndiqni historinë e vazhdim. Përshëndetje. Qysh je? Mirë ti, je mirë? Mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Faleminderit që na pranove në stëpikën tonë. Mirë se erdhë, me gjithë dëshirën. Apo na tregon pak për fillimet e karrierës tonë, si biznesmene që qysh kanë ardhur idejat për me ha biznesin këtu? Qysh më kanë ardhur idejat. Më thonë drejtën, unë e besoj që jem e lidhne për këtë çfarë lloj pune që bëj shumë me përkushtim. Ideja ishte gjithmonë që unë të vit kontriboj në biznesin tim, se patjetër se kontribojsh në vend tonë dhe nuk ka gjë më bukur. Ti ardh prej Zvicrës? Unë e vi prej Zvicrës, po. Për me hap biznesin tënd këtu? Po, unë e kam në biznesin edhe në Zvicër, po që 6 vite jam në Kosovë standard, për ndryshe me këtë punë punoj që prej 2013. Prej 2013? Po, 2013 është starti parë që unë e kom bo me estetikë. A ja ka vlerë me ardhë prej Zvicrës me ha biznes këtu? Ja ka vlejt. Ja ka vlejt ndoshta në këtë aspektin që kom ofru punë të njerëzit. Ja ka vlejt me orë me pru kvalitet punës, me orë me pru kvalitet produktave, me orë me pru kvalitet pajisjeve, edhe me nda njerëzit knaqen. Kjo, sa i përket vlerësimit si përfitimeve, nëse flasim, se ta shkret vish përfitimet po flitet parja. Unë s'jetoj për biznesit në Kosovë, unë jetoj atje në Zvicër, jetoj me biznes në Zvicër, këtu është vetëm me ardhë, me hapë punë, me hapë, me bo njerëzit mundi mirë. Sa ke investu këtu? Investimi është dikon një, në falë se jënë të bo pa shtelë, që thoi këse ndërtime, po, investimi është shumë i madhë. Investimin e kom kalu 60.000, se e kom edhe qendrën tjetër në Prizren. A ja ka vlejt tonë kjo investim? Ja ka vlejt. Apo na tregon sa ke pas vështirë për me ha biznes këtu? Me thonë realisht, jam person si shumë rrezikoj. Jam person që nuk i marrë parasysh fort rreziqet, edhe kështu që jam ballafaqu me rreziqe, nuk tham që nuk jam ballafaqu me rreziqet, mirë po e vështirë ka qenë, po unë jam person që nuk dërzuna, edhe nëse rëzuna unë quna, edhe nëse më këputët konopi unë e marrë lidhe edhe në gjitëm kapak, më falni se klientat s'polojnë qare. Kështu që... Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë krejt viteve tuja? Ballafaqimi me njerëzit. Ballafaqimi me njerëzit, po. Pse unë jem rritin këtë vend, në folë realisht jem rritin këtë vend, edhe unë jem dalë në luft.
në Kosovë, pi Kosovë jem dalë në luftë. Kur shkon me një vend jashtë vendit tonë, pa tjetër e ki që ti duhesh mu adaptu me rrethin e njerëzve, duhesh mu adaptu me kulturën e tyne, duhesh përndryshe nuk e gjon vendin jashtë, nëse ti nuk adaptohesh me kulturë tyne, me rregullat tyne, me çdo gjë që i përket atje. Kur jem kthy në Kosovë, sa i ka ra mas luftës, jem marrë në 2020-ën këtu, do me thonë lufta ka qenë 98-ën, kështu ka ra. Edhe kur jem kthy në Kosovë, kom gjetë njerëz pa respektueshëm, kom gjetë njerëz me ignorancë, kom gjetë njerëz, edhe përpara kanë ekzistuar këto gjonat, po kanë qenë pak më të ndryshe. Nuk e di, xhelozia ndoshta xhelozia, nuk e di arsyeën, po me të vërtet ka qenë një sfidë që unë se kom prit prej njerëzve. Prap jem ballafaqu, prap jo me personi që i bindi njerëzit, i kthjelli, i munduana me. Pse duhet me qenë xheloz për suksesin e dikujt tjetër? Ku e di, duhesh me apo njerëz ka xheloza. Ku e di, unë e them një shprehje, them 500 vjet na ka marrë Turqi, na ka lënë do tradita se hala i kemi. 100 vjet na marrë shkau, mo na ka lënë trauma që s'ka. Veç po m'duket që edhe 100 vjet tjera dojnë më shku deri natë mësohem si me pas komunikimin me njerëzit që është më e rëndësishmja, si me vlerësu personin që bën për punën, si me vlerësu tjetrin që punon për ty, ose ai që t'ka su, do me thonë, me hek ignorancën, me hek gjonat, shkon një kohë gjatë, po m'duket do me shku mas kësajna. Ti ke jetu shumë vjetë në Rgem, apo na tregon dallimin e njerëzve atje edhe këtu, çka kanë dallim? Ose çka kanë përbashkë me atje? Përbashkëmen, qëre, ju shpesh herë, ju më falë që për të marrë shembull, po shpesh herë në Kosovë flasin që na jena bosi në Evropë, na kena marrë. Për fat keq prej Evropë e keni marrë vish një send që unë s'dua ta shprehi, po besoj që e dini që është pika. Për fat keq që kanë marrë për Evropë vish mu desh, shkurt trup, me dalë. Po pse? Po, jo vish vajzat, se edhe gratë ishe, po, femnat. Edhe se s'kanë marrë ku gjotë jashtit. Ku gjotë jashtit s'keni marrë. Hiq sen. Absolut sen s'keni t'jashtit. As s'keni kultur t'jashtit. As s'keni se tash po bazonat e biznesit, se po flasim për biznes. Punëtori edhe shefi janë dy njerëz përbashkët. Nëse punëtori nuk ma sjell rezultatin mu, me shka do me paguani. Do me thonë shefi edhe punëtori janë dy njerëz që duhet më konë të lidhen me zveti. Ai ka nevojë për mu, unë kam nevojë për ta. Njëherë mas pari që to se keni heq. Se mendojni që ju duhi me bo një punë shumë relaksuse, ku do që të është, si pas dëshirës juve, që me të pagu shefi ty. E nuk e kuptoni si shefi edhe punëtori janë dy njerëz që e mojnë shoqe. Se kanë diku që ka shumë të vajzat, gratë, qyshe ceke, a ka humbë respekti pak, sistemi pak më ndrysh? Po, ka humbë. Unë e mendoj që femnat e tona jenë shumë të mira, se s'du të flasë gjithmonë vetëm për femnat. Jemi shumë punëtore, jemi shumë të zojat, mund vjen shumë keq si pse, se sot kemi arritje me arrit që shdojmë. Pse kemi arrit deri në këtë shkallë që mos me ditë qysh me menaxhu jetën e vetë. Unë po ta marr shembull veten time, mund vjen shumë keq që unë jam një femër e suksesshme, deri këtu kom arrit me mundi, me sakrificë. Edhe më vjen shumë keq si pse femra ka pru veten në qatë shkallë, sa që mos mu vlerësu sa duhet. Çfarë mesazhi ja u kishe jep vajzave ti? Për me ecë përpara, me ja ditë vlerën vetes? Me kry shkollë, edhe me hetë, se jeta ka sfidë. A mendon që pak i kanë anashkallu shkollën të të Qysh jo. Pse të çfarë është mendon ti? Nuk muj me thonë definitiv për shka, po shumë. Ju kërkoj shumë falje për këtë që po punohet në eltë. Nuk muj me cek ta mund definitiv shka është problemi që është kanë arrit deri këtu, po besoj që e kanë lënë, nuk e di, nuk muj me thonë ku gjonë këtë pjesë. A mendon që pak, po thonë, lirja tepërt?
A di qysh, s'po du shumë me folë se gjithmonë për bjenë si unë po du me e nënçmu femnën, po nuk jam person që e nënçmuj femnën absolut. Unë jam shumë për krah i femnës, edhe për këtë arsye, unë i marrë kum hap biznes që mi ofru për femnave punë, mi ofru sa do mundësit me pas femna. Mirë po liri, unë sa e di, i kompani plesht për para që thëshin femnës me janë shu kryt nuk ka të nalën. Nuk e di sa është të vërtet, po i kom njësi, këgjë shumë që kanë thonë, se kanë thonë, edhe kanë thonë këto femna e ka flokët e gata, e me të shkurta, e kom një. Po si pas gjonav që e nërë tash, ma ka jap me e mendu që sanë. Si pas shka po shoh të rinia. A ke pas të najherë problem, a ke pas dëm biznesin tënë për shkak punëtore? Po, qysh jo, po. Pse? Pse s'kan dash me vënju, jenë kanë nejt, jenë ullë, e orë dhe ka fotografu pajisjen. O mundu me fotografu pajisjen, o mundu me fotografu produktet, me shku me ha biznesin e vetë. Se kanë respektu, cash, komunikimi është numri parë për biznesave është komunikimi. Jo zemër. Jo hajde zemër, mirë se erdhe hajde. Jo. Është janë tjera shpreje. Se këtë zemrën se hekin, ku do që të hish ka më ta bo zemër. Zemër. Unë e vish i burit du mi thonë zemër, vla. Këtë zemrën e kam vish për burë temin. Zemër klientit, zemër ati. Nësa venda me qa këtë zemër të pusit. Kështu se zemra vish për burë, nuk është për klient. Klienti e dënë respekt, klienti e dënë me di qësh me prit, klienti e dënë me di qka me bo punë, e jo hajde zemrë shtreje këtu me zdi shka i qetë. Do me thonë edhe të kanë shkaktu dhe dënë biznesin? Po, kanë shkaktu. Atë ka përkra dhe dikush prej familjes dhe gjatë rrugtimit tanë? Po, fëmijët e mi, burri jam. Fëmijët e tu, burri? Po. Atë ka thonë dikush që mos e hap, që s'ki me pas fitem? Po, ja, fëmijët e mi kanë thonë, mami, dëshira jote është kjo, me shku me hap biznes, unë e kom dash këtë punë gjithmonë, e du punën estetikës. Puna estetikës për mu është hobi, nuk ka punë. Unë e punoj me plot dëshirë, unë rri deni 11 nëntës, unë si të vinë biznes të amin. Unë e këto biznesin e kam, nuk e di, rënoj me këtë biznes. Fëmija mi mu më kanë përkra. Pse më kanë përkra fëmija? Pse përderi sa unë e kum lonë një djallë atje, ose 2, ose 3, i kum lonë me shku vetëm punë, i kum lonë panon me a bo bukën. Unë si marrë me qelë biznes pizorit këto, që s'kum pas s'ka me hangër, ose që se unë e vipi një vendit ku punohet. Se as një vend të Evropës nuk punohet si në Zvicër. Punohet, se unë me në shtetësi jam belge. Pi Belgjike kum dalë në Zvicër. Mirë po unë e marrë në Kosovë, për me hap biznesin, me ofru vendet pune, me ofru profesionalitet pune, se jenë ka oprishin ftyrat njerëzve, jenë ka i lojnë ason nejas kënej. Kështu që kjo mu më ka shty për me ardhë. Për krajen unë e fëmijëve të mi i puthin balë, burin të po. Pse i kom lonë vetëm atje, kanë jetu vetëm, më qu djali jam 5 sate, më shku në punë, më këthy. A di shka të me thonë se nuk është sëkur këtu sëkur atje, se atje për 9 orë, për këtë vesh në shpej kom të tuja si ki, edhe më ardhë djali jam, mësë me gjithë bukën, hazër, mësë me pas nonën aty në shpej, dhe me thonë unë e vlerësoj këtë djallë temin, ose këtë qikë temin, ose këtë burë temin, jashtë mose se ata jenë për kratë e parë që mu ma kanë dhonë këtë shtyllë për me hap biznes. Për me hap biznesin tënë që sheki estetike. A mos po e të projnë sot vajzat me filera, me botoksa? Po. A i kunder? Nuk, ato e kanë zgjidhjen e vetë, po unë e mendoj që të vajzat e reja nuk ka nevojë më përdorë as fileri, as botoksi. Pse dojnë më përdorë, ku ka zgjidhje tjera. A mendon që edhe me tretmane si që bën ti, ose dikush tjetër munden me të rregullu që ato probleme? Po, nëse i ki aparaturat, nëse punon që duhet si pas pjesëve të ftyrës, po. Pse janë vajzat në ditët e sotme të bosh shumë filera, botoksa? Pse i kanë parët në dorë. Kaq, shumë e thjeshtë, i kanë parët në dorë edhe zvinë shka me bo edhe i bojnë. Nuk e mendojnë ajo që ma primore ka shkollën, më kone zoja vetit, se sa buste mdoja ose
ose gjunat e tjera. Pse në ditët e sot me marrë rëndësi japin pamje se sa shkollës, arsimimit? Se nuk po e din me vlerësu shka është shkolla, nuk po din me vlerësu shka është me hes për para, nuk po mendojnë ma gatë, nuk po mendojnë që jeta kanë mu martu, kanë me kriju familje, po mendojnë që vetëm kjo është prezencë, është shumë e vërtetë, se ftyra është prezencë, se zemrën s'po ta këqyrë kërkush. Mirë po t'i këqyrin edhe arritjet e tua. Pse sot nuk po këqyrin zemrën ose mirësinë tonë, po veç pamjen e jashtme? E po, i kanë morë do rruga bim ku e di unë, s'po di kësha më ta dhonë përgjigjen të kjo, se nuk mund është kërkon me e gjyku pse e këqyri pamjen e jashtme dhe nuk e këqyri zemrën, se zemrën është gjohë që nuk shihet. Mirë po... Mirësinë tonë? S'po vlerësohet mirësia, sot njerëzit po përfitojnë për mirësisë për fat keq. Sot po përfitojnë shumë. Ki pas në i rast ti që kanë përfitu për mirësisë tonë? Po, shumë. Si du po në i rast që t'ka prekma? Vallaj s'di me ti, nuk di, a me bo mi anis me ti cek ato dhe njëse në nëzani intervistat shumë. Një është për ti mërë që t'ka lonë, t'ka bu mu një keq. Shumë seme. Ta marrë që vishë të biznesi, po rrim. Unë ku marrë, ku më fru punë, ja ku më thonë punëtorës, që ku e ki biznesin, që ku e ki punën, që ku e ki aparaturën, që ku i ki sendet, se unë me aparaturat mija veç më në kopë shkrejt budalë, se aparatura ka lëzën suksesin, edhe s'kan ditë me majtë. Do më thonë, kjo është, po, edhe në fund ka dalë kur gjo. Kjo më ka pengu. Apo nga të regon pak për biznesin tënë dhe për çka përdoren këto produkte, so kanë rezultat? Po, produkte kam përgjithsi shumë, po na pjanisim pak prej qytyne pak bio, se unë punoj me bio, unë preferoj me punu me bio, që thojnë një fjale më zbofsha mirë, bile kesh më zboj. Për që ata shumicën e rrasë po hinë nështë në rrjetet sociale që përdori TikTokin, ka nështë aty këtu që më shkruna, ja më konë të ti, po s'kom pas rezultat, unë i thëmë naj, mës raj, se si e konë, kështu Shqip i thëmë mës raj, hiç i thëmë mës gënje, po Shqip mës raj, se pimjeje nuk ndohet njëri që s'është i knaqen. Se aparatura jeme, produktet e mija e kanë punën, e kanë rezultatin. Për që ta më ka ardhe i nati bëj punëtore dhe këtu, që nuk kanë ditë me vlerësu, po më vjen i nati shumë edhe prej opinionit, se shkën të njona, që ja bën 15 euro, që s'dina shka do me thonë ajo, e nështë për pak pare më shumë nuk vjen të une, se shtrejt. Të një vjen pjasena, vjen të une, se të më ka prish likurën. A ki pas në i rast me VIP, ti qka që... Kom pas për me VIP, për qef, unë s'du me punu me VIP, unë e kom thonë shumë intervisa, me dash me blej famën, pa u bo 24 sahat e blej. Për mu është me rëndësi, kush vjen me bon likurën, goja është marketingu shumë i mirë. Unë e postoj për me kallëzu që unë e kam, ku e kam adresën, ku punoj, kjo për mu ka rëndësi. Puna, rezultati, ta bjen punën vetë. Unë e kam qëllim me ardhë klienti, me vazhdu që shi thomone. Jo me ardhë një herë dhe mësë mu doj knaqën, së kur mu që më vinë prej klinik, prej qendrave tjera, më thojnë, jem konë të asemnin se kallëzojnë, po jem konë të njona, ma që shka mi ka bo ftyrës. Pse bazohet e VIP-i? VIP-at, po morin vish pak një shembull shumë shkurt. Nuk është që VIP-i është i mirë se ardhën të une, po kur vjen të une, duhet mi shku si pas qasaj shka unë i thëmë. Se duhet, unë kom pas rase këtyne VIP-av që me reklam, ta bëj reklamën e qesë në stoje, ti bëma trajtimin, fillimet kanë qenë ashtu. O shumë e vërtet, e kom pranu bashkëpunimin me to, mirë po jam dojsh gënyne, shumë jam dojsh gënyne. Po ta marrë shembull s'dut për me në emën, po ka qenë njona që ka ardhë ka trajtu të une, edhe e kena lonë me shku se ajo s'ka pas as botox as filler. Edhe mu me interesojnë kjo, se unë s'punoj me botox e filler. Do me thonë, edhe i këmë thonë, oke, do na me shku me një televizion, me bisidu, rreth sa i përket trajtimeve kështu, ku e këmë thirë me shku, ka thonë, jo, nuk muj me ardhë, nëse i ka marrë në lu. Po që si ke puna, na e lamë qështu, tash si? Do me thonë të ka shgënyu. Ka shgënyu. So konë tretmoni që ja ke bu asoj. Po, tretmonet që ka unë e këmë hub ku të ajo, me bo mi logaritu në me Zvitrën, i ndikun një 5-6 euro budget që une i këmë bo investim. Me standardet Kosovës?
Ja, me standardet e Kosovës, mëdre këtu jenë shumë tulta çmimet se nuk është, po unë po të flas për standardin atje. Për të Kosovës, nështë mund të më konë gjysa. Se ma lirë si gjysa janë çmimet, ma lirë se sa gjysa Zvicrës janë çmimet në Kosovë. Se një tretman atje me hidrofeshen, unë e bëj 120 frank, këtu e bëj 30, 40, tash e kom 45, po shumë herë lëshoj me zbritje, kështu që nuk kanë shumë dallim. Më pyet e pare për produktet, këto janë produkte të Korejes, që të janë për pastrim të likurës, janë 3 lloje produkte, e para, e dyta, e treta. Për çka shërbejnë? Për pastrimin, pastrimet e thella në thellësi të likurës, domethënë janë qëto 3-ja. I kom qëto produktet e biobalancës. Qëto produktet e biobalancës na përmorën vetëm qëtë moskën, janë 6 lloje produkte. Gjithse cili lloj i produktit e ka për me u pastru me një peshkir të nxehtë, si që po e shef këto, që e kom special. Unë këta peshkirat i lagi me një produkt, edhe i shtinat mikrovelen që e kam aty për dezinfektim, edhe masanej, që shto të unë, i bëj, këto janë çdo produkt fshihet me qëtë peshkir të nxehtë. Këto janë që punojnë me produkte, janë 6 lloje produkte që aplikohen fytyrë. Edhe moskat janë, si shisheni, krejt janë bio. Kjo është e drezës, besoj që një çfarë herë ka. Kështu që këtu janë krejt, janë 6 lloje, kjo është 1 orë, varet sa ka klienti. Që trajtim mundën me përdor edhe njerëzit që janë me smundjen e psoriazës në fytyrë. Që smundja psoriazës është që repet likuar ashtu, edhe mundën me përdor fëmijët po bërtet, që do me thonë prej 16 tash që këtu janë që nuk bojnë, po dhe në 60 vjeqe, pa problem, se kanë hiç problem. Sa është mimi e qiti tretmani? Pa zbritje, 40 euro. Me zbritje, Do me thonë që mimi është? po, elshëshëm. Produkte tjera, aparatura tjera? Po shkojmë tash te produktet. I kom produktet e Hollandës. Po. Hollandës janë që janë për akne, special për akne. Ato janë produkte që do shtam kanë mjetë në Prizren ato, se unë i kom qendrën edhe në Prizren edhe këtu. Me siguri nuk është që i pas në këtu, po i kom 5, edhe ato janë 5 lloje produkte. Dejnë 5 javë bëhet trajtimi, një herë në javë, kush ka probleme me akne edhe kush ka probleme me pore. Ato janë shumë të mira, janë bio edhe ato, i pas në Prizren nuk i kam këtu. Për çka shërben kjo? Që kjo është hidrofacial, që këtu ja kanë qitë çmimin 15 euro, që të thash pore. Që kjo është, emrin e ka ndryshe, po unë nuk ja thom emrin se e ka kjo definitiv, e thom hidrofacial. Që kjo hidrofacial, si që shikon ti, i ka 11 aplikacione. Asë në Zvicër nuk është me 11 aplikacione, se ka kërkush, se për në Kosovë s'po flasir si heq. Gjithse cili aplikacion e ka efektin e vetë për shkar i shërben likurës. Më vjen shumë mirë që kom dhonë shkollë, se ku ka arë njona një herë më ka thonë, a na bon fytyrën me atë shpatën, me cilën shpatë më i bi, me atë shpatën. Thash kallëzoma, thash me qitoma po. Thash kallëzoma vidjen që a bon kjo, tha e hek zhyllin në fytyrës. Ja kishin ly fytyrën me një lloj pellingu, edhe shkojshin të ja fërku që zhylli fytyrës, thajshin. Jem raune, këto e thëmë publikisht, kanë marrë shkollë disa estetika, që shme përdorë qëto, se s'kanë ditas që shme përdorë. Kështu që këto jenë 11 aplikacione, gjithë se cila e ka efektin. 3 opcionet e para jenë për pastrim të likurës, opcionet e tjera jenë për hidraktim të likurës, për muskulaturë, për qeliza, për kolagenin, për shëndritjen e likurës, për stabilitetin e likurës, masazha likurës, qetësimi likurës, ekurosja likurës, vibracioni likurës, çakullimi gjakut. Kjo është një shumë e mirë, kjo miq pak, cila është kjo është. Edhe miq pak të lëshull. Do me thonë kjo është çakullimi i gjakut. Kjo. Serumin e shtin këtu. Edhe në fund
Mëse të kryet ky trajtim, vjen moska, si që pot. Moska i ka 7 lloje ngjyra, 7 lloj, edhe në fund qitet që kjo moska. A ke problem kur ti gjesh punëtore që nuk po din me i përdor aparatura, që nuk janë certifikuar? Ja, nuk marr punëtore, ja. Mu më vinë punëtore edhe me certifikat, po unë prap si prap, pa ja dhon shkollën teme vet, nuk e la me punu këto. Edhe pse vjen. Për ndryshe, unë mu ma ka dhonë Ministria e Arsimit Prishtinës, Kosovës, ma ka dhonë drejten, lejen, jo me licencume për me lshu certifikata me arë me kry trajnimet e une. Edhe shumica ma kanë thonë këto për ta tregoj, shumica njerëzve ma kanë thonë pse po ja jep shkollën tonë dikuj, pse pi bën njerëzit konkurent. Kom thonë qëra ato shë ma ka shkru zoti Nel, ma ka shkru mu. Shka e ka shkru zoti, që tu let vjen, derë let ma hap. Vetëm a e di që ajo e jep cilësia dhe kvalitet punës, riskun tem se me kërkush rrisën e sej. Nuk e kam problem këtë gjohiq. Kështu edhe në Zvicër, pse jërë me certifikatat Zvicrës, unë e kam oferta për me arë me kry shkollën edhe me marë praktiken të une. Praktiken të une. Mësa nej po shkojmë të një aparatur që ka tepër vlerë. Cila është? Kjo. Emnin e kësaj nuk e tregoj. Do ta lo kështu, do ta lo pa e tregu emnin. Kjo mbas që ty në 2 rrezeve që po i shikoni. Kjo është një aparatur që kushton, që të 2 aparatura kushtojnë $12,000 deri në 15,000. Të më thonë janë që të 2, për që të 2 që po i sheh. Që kjo i kanë efektet prej as deri në zhe, çka i duhet likurës. Nuk kam nevojë me caktu të likura jote qyshas te, kjo punon vetë. Dhe çfarë shërbime e bën? E bën për rrudha, e bën për hidraktim, e bën për pastrim, e bën për akne, e bën për pore, e bën për çdo gjë që i duhet likurës. Po mbi 80% e ka sistemin e rrudhave. Bas që të një vish që të 2 drita i ka, veç 40 minuta trajtimi ka, 20% që trajtohet në likur me një rezultat. S'ka nevoj ma shumë, 20% që i del, me njëherë del, pa mujt me, e shef vetë klienti, vetëm me qëto 2 rreze. Po kjo ka efektin mrena, që kjo grimsene ka efektin mrena. Pse nuk e zbulon emrin e saj? Nuk du të zbuloj emrin e saj se unë kom hek shumë i gjetë këtu. Po gjojnë, unë hi shpesh në TikTok, a di shka më thojnë, pse po rranë, thojnë se €200 kushton. Qështu ma boj, pse po rranë se €200 kushton? I thomani, meri ti që kushton €200, së është problem. Do me thonë ki komente shumë negative. Për që të thash, në shkojnë edhe 100 vjetë mu hek kjo rejtja. Kjo është dermaverbracion, edhe kjo është për pastrim të thellë të likurës. Që kjo. Çka është më rëndësi, është kjo, edhe kjo. Për çka shërben kjo? Kjo është për perpin, kjo është për produktet qelësore. Kjo hin produkti që to, perpeja është që e merë plazmën e gjakut të klienti, e shtin që to, në centrifug, edhe mirën vitaminat e gjakut. Që ato vitamina hin që to. Që kjo punohet masanej, një që shbën. Gjylponat i ka qëtu, shpak, se s'po më mja hek këtë farë, ma monë vish? Po, nëse bën. Qa. Të me thonë, këtë qështu, hin, s'po bën, ja, okej. Qëtu hin produkti, ose që kjo perpeja është një ndër trajtimet muj me thonë lirisht më të mira shka i duhet likuhet. Nëse femrat e tona dhe meshkujt e bojnë dhe në 6 herë mrena viti që trajtim vish me perpin e gjakut tonë, ti që te kapuqin kry dhe se të bosh edhe 70 vjeqe, 80 vjeqe, se kime pos një likur begës. Na ta shrudha së një shduki mëtër se unë kom o plaki ditë, kanë hishi rrudhat së une, zdo më konë se e kom mësusin që ma kam mësu këtë aparaturën, e ka pas operacionin në plastik, po ja këqysh e duhet rrudha, ku ja këqysh e ftyen e ngrejet, ti theshet ka dollë par fantazma aty. Kështu që na rrudhat jenë të hishme, po pastrimi, likues, të gjona jenë. Këto jenë produkti, edhe këto si pas gjylponave ngullut. Kjo është e mirë edhe për ramjen e flokëve. Perpeja është jashtëzakonisht shumë e mirë. Mirë po, shka deshta me cek,
këtë pajisje edhe kjo është pajisje për to është tepër e mirë, kjo hel mbrana ndikur. Që kjo Dermapeni, mund vjen shumë keq në Kosovë që qicena ja kanë hub vlerën, po, jo vetëm Kosovë, qicena ja kanë hub vlerën, po thuaj gati shumë estetika. Pse e thom këto? Kjo është qëtu. Edhe kjo bëhet me PRP-n, Dermapeni, gjilponat i ka. Mirë po, që kjo Dermapen, kur të punohet bish me produkt, s'munësh pa produkt. Edhe kjo pa produkt s'munësh ose me PRP, me plazmën e gjakut. Që kjo Dermapeni e don produktin, pe jepi tash që toni shkollë, se s'kum dosh me thonë, po e thonë prapse, bile edhe që ato si të punojnë të angullin kry që mos prishin ftyra brese, gjyna me kesh përdor estetiken. Kjo e don produktin qelësor. Pse e don? Që tu e kom ndrysh ftyrën, që tu e kom të nëshme, që tu e kom të thatë. Ti nuk mund është me një produkt me bo krejt ftyrën, se që kjo e ndimon me hi produktin mrena bas gjilponave. Edhe kur po hin produkti që s'është e favorit i qasaj ftyre, po dëmtohet ftyra edhe që ti ja kanë hub vlerën. Ja kanë hub. Vish trajtimin e qisena në Zvicër e ki 280. Këqyrë në Kosovë e bojnë për 50, 40, pse s'din shka qetë produkt. Te sa është mimi të dojnë qëti produkti? Produktin që e kam unë as ati s'jepi, më vjen shumë keq si s'jepi, po prapa edhe mund duhet me shku me standardet Kosovës, nuk kam të qare, se s'kish ka me bo, kështu që unë e kam 80. Ja, ma poshtë s'ja uli, s'kam shka me bo, se produkti, tash produktin duna me nxerë, mëse nxerë shafitimin, bele produktin duna me nxerë. Që kjo është ajo që ta centrifuga që unë ishti gjithmonë pishkirat, syngjera, çdo sens si këtu sterilizoj, që nuk pastroj pa pos, kjo është sterilizuese edhe nxehtë, edhe përdori te klienti. Edhe kjo është sukur ajo që ka vlerë, edhe ky trajtim është shumë i shtrejtë. Për çka shërben kë? Që ky trajtim në Zvicër kushton dikon, edhe ai trajtimi që ta tregova me pajisjen e re është 600 euro nga një trajtim në Zvicër, edhe ky është 500 dhe 600 nëse bëhet edhe pjesa dekoltes. Kjo gjithmonë shkon me gjilpona, të si cili klienti ndrohet gjilpona, bëhen gjilpona të reja, edhe kjo s'ka nevoj as për produkte, as për as një gjotë tjetër, se kjo mbos gjilponave, tash po ja kthejmë miq pak, i ka opcionet, start, pëshe? Bos që ty në gjilpona që tu që dalin, kjo e bon efektin e vetë. Kjo e regeneron qelizën, kjo e regeneron likurën, kjo e regeneron shenjën e operacionit, aknës, strijat, e bon shtrëngimin e likurës, i mon modelet që jënë në Amerikë, një trajtimi që sej e gjithë trupit kushton $6.000. Kjo është një pajisje që më të vërtet, nëse e bojnë klientela dhe 6 herë, mrena vitit, ti që te ka puqin kësy edhe për këto desa të bosh sa. Përveç gjinis femrore që vinë për trajtim, a ka dhe gjinis mashkullore që vinë me bot trajtime? Po, ka gjinis mashkullore, diplomat mu kanë shkosh se i kom definitivi, kom 15 certifikata dhe diploma, po jenë shkosh gjda, kështu që ju kërkoj falje. Cilat mosha ku kanë mas shumë të interes për mordë dhe me bot trajnime? Me të thënë drejten, që ty në moshave 30, 40, që tu janë, meshku që kem të full për meshku, unë i trajtoj gjenien mashkullore, nuk e kam problem. Për fat keq, më vjen shumë keq, këtu në Gjakov ka pas do jesë gjonat mira, që nështë edhe nuk është mirë mi full, edhe i kum dalu gjenien mashkullore për më ardhë këtu. Zdi dhe kur dojnë më mush men këta njerëzi. Komente dhe opinionet? Jo për ata, po personalisht njerëzit. Ta kanë keq përdor. Do me thonë, nuk u konë, edhe i kum hek krejt për këti sistemi, vjen keq se ka njerëzit shumë e nevoja, ta shimrujnë mund kur vijune, për marrë me trajtu, se ka rini që i kanë porët, kanë probleme, po njeriu duhet mu vidisu për njëherë, duhet për mu vidisu i herë, se shkon për gjithmonë, që shka thonë ajo, shkon gjithmonë kungli për mi uja, i kelve dikur e bjen tokë, vedisau, bisedomos ti që ki familje, vedisau pak se. Pse mentaliteti këtu është ma ndrysh prej vendet tjera? Dëgjo,
unë nuk e thom mentaliteti që ka faj. Se unë shpesh herë thom, ndoshta disa gjona atëherë kanë qenë shumë më të mira se sot. Shumë më të mira. Edhe unë shpesh herë thom, na si popull, për fat keq, zaherë jemi mësu, zaherë që shi bjen kjo, jemi mësu gjithmonë nështë ta me rnu me tut, me pas frikën, për me dit na me respektu dikonin. Apo kuptën që du të them. Jena mësu zaherë, se të thash, na ka mojt njëherë turë këtë tut, na ka mojt shkau tut, edhe për mdo këtë si tuta, i shkona jo, që neve na ka pru derin që gjendje, që na me mbrojt, se na përpora kena pas tut, për tut e pas këm dasht prindin. Për mësusit kena pas tut, mësusi kemi mësu. Për gjithë shkafit kena pas tut, edhe më thonë tuta i shkon, na kish pru edhe marrën, edhe njerëzien edhe krej. Tash s'ki tut, edhe në familje. se po mundohë më konë pak ma demokrate, ma civile, tash s'ki ku gjo. Që s'po i respektojnë atë print e vetë, sidomos. Vallaj kjo pjesë, me njës për këto me fol, duhet me fol një jadit. Zijas vetë që ka me thonë se me të vërtet është më tarë dhe gjynashme. E pova kur e pova një që mësusi që i ka ra ati, aj që e ka shtu. Po ku ki gudzoftë, unë nuk jam për dhunën. Sërëzish nuk jam për dhunën. Dhunën e u rej, bre, tash edhe 100 vjetë na duhe neve me ardhna. Mirë për na si popull e kërkojnë nështë ta thuj vetë dhunën. Po ku ki bërtit drejt me shty një arsimtar që ty të shkollon? Qysh ki drejt ti me shty një arsimtar që ty shkollon? Edhe në qu shteti, shka kanë bo shteti, këtu që po flasë tash pa lidhje, ndërshta po, o qu shteti ja u ka dhonë drejtën thmive, se mund ku jem konë për Kosovë me lokale në orë thmija më ma thuj lokalin. Kanë hi mrena, më ma thuj lokalin, thmit. Edhe ajo punturja jeme, u ja ka dhonë një shuplak njonit. Unë si jem kona të ishë, po më thirin telefon. Shkova për gjoj, ata kishin marrë me mi thysh sen dhe thmi. Ata i ka qu dhe kosh, po pa marrë parasysh. Edhe i thira unë e policin. Edhe për ju thojmë qështu polici, tha, i ki kamera këtu po. Ajo tha, ja hina një shuplak, ati i mas. Tha, jo zgudula me qu kamera. Pse? Tha të shojnë të ja hin, tha edhe, tha del problem. Po, a vetë fajtor? Ti, kur ja jep drejten, fmis, qatë drejt, 13 vjeqit, e ish ka dirë marrë thmija ta kallë ma shpijen, ja jep drejten, ti duesh me asiguru edhe venin ku me qu qatë thmi. E ju me adhon ti drejten e me vujtë sët babe none. A me ndonë që pak po mungon edukata në familje, në thmi? Unë e thom gjithmonë si fmija rritet me traditen shka sheh, ju shka e mësën prindi. Se ne pash prindi në rogaqen e botës, du në hangjin e botës, alkoholistin e botës, tith aj se mësën fmin e vetë keq. Mirë po, fmija rritet me ato shka shenë familje. Nese baba ka me dit me respektu nonën, djali jëtë ka me dit me respektu njëse grunë e vetë. Nese nona ka me dit me respektu burin, njëse mas nesri qika ka me dit me respektu burin. Nese nona ka me dit me gatu, qika ka me dit me gatu. Dhe me thonë, krejt senët vinë burim i familjes. I kumë një shumit se në rase që kanë thonë, rjetët sociale, telefonat, por normal, nëse unë e marë telefonin edhe ullna qëto, edhe rrigjet ditën telefon, thmija jam pëse së rrinë telefon, pëse nuk rrinë. Muëtër në pare gëracek këna lujtë, e din ata, së di e rez, di adin, ata faguart këna lujtë, me ata këna lujtë. Kështu që... Se kanë ndryshu që ka të shonë? Nuk e di, nuk më me dhomë përgjigje këto, nuk e di shka është sistemi, nuk e di, liria, besoj, na thash nësi na mësu popull me pas lirien, edhe tash i desa ta mbjetohem me liri që shtu e kena probleme. So ka ndryshu koha e vajzat në kuhen tonë, Shumë. edhe tash? Shumë. Që s'ka ndryshu shumë, ka ndryshu koha në kohën teme, se unë mi pa pas që të drejta që shikan vajzat e reja, ku me ditë ku kisha arrit mu dremen, nështë në parlament kisha shku. Po unë s'kum pas drejta, baba jem s'm kalon me shku në shkollë. Vish 8 vjetë. Si kena po 8 vjetë, baba ka këshu me ta gjithë burim në të martu. Po e marrë shembull. Shumica ka ndodhë. E tash vajzat e reja kanë drejt shkolle, kanë drejt edhe me punu, ta marrë shembull qikën teme, qika jem është në Zvicër, qika jem edhe ka punu në McDonald's, edhe o shkollu, përse qikën e kom inxinjere. Edhe pse e kom inxinjere, se qika është inxinjere rrugve, se qika jem e ban autobonin zdisa metra projektin e autobonit. Mi po qika jem e në vikend shkon, punon prap në McDonald's. Edhe, a kuptan,
Se që ashtu rritë, se edhe mu më ka pa të punu, edhe unë e kumë punu. Qëfar mendimi ki që mamat janë ke shtrajtu gratë, kur janë martu, do fëmiu, nejt gati t'i rrive, musafirve, se atëherë që shetim ka pas ma shumë. Ani më drejnë për na, Si kanë lanë me punu. ani na tash vjera, ta ma shemëll unë e jam vjerë. Tash e kom nusën në shpi, tash ka po thuti. Nusja më arë më mnajt aty, më prit musafirin, si nusja nështë nuk ma nxem musafirin tem, e unë më qu me vënu. Më të shka bëhet nomi, si quhet nusja, po kur do me kalzua jo më të vetën e vetë, ta ma shembull. A kuptën? Shka do me thonë ajo? Që rrinë me vjerëri ose që nuk thëmë që s'ka dhe vjerat, në thoi zatë që jenë shkaktore që kanë do djemë, se a ke një që shtoj një farfjole, më dek djali për i nosi, që ti e rez, dja i din këto, po kush e ngonë këto e din që thojnë, më dek djali për i notit nusës, tres, kanë thonë, ka edhe asi vjera. Amo, motër tash e ki të në senët, se duhet me dalë mos marvesh, unë e kom nusën teme në shpi se kom, pa ajo jeton me djalin, vjen, pa shatë madhe në zotë dritë më bëhet shpia kur vjen. Do me thonë të i shumë e knaqme. Me nusën a? A e cilëson si qikën tonë? Qëre, na du që të du se shumica thët e kom nusën shoqe, e kom nusën qik, e kom nusja qik kur së bëhet. Se qika ta thot në i fjallë, te e hunë shkryt, se ta ka thonë qika jote. Nusja me bo me ta thonë në i fjallë, te e qënë hunën ka qep, se ma ka që nusja. Edhe si të vjen djallin shpia, jo se e bëjën, se me s'kesh kuptuat, se min gjithë po presin me kesh kuptu, po si të vjen shpi, djallit, ma ka thonë nusja një fjallë, kuptan? Unë atë problem nuk e kam se unë jam moderne, tash po flasë më përgjësi, nështë se edhe në familje tema mundet me pas që si loj persona. Ti që ke pas raportet me vjerën tonë? Vjera jeme, vjera jeme. Vjera na, unë burin atë ko e ku morë pak si veta, dhe në kështu. Edhe na jena 2 motra një shpi. E unë gjithmonë jem konë njëri që bëj hajgare, bëj humore, bëj... Edhe, ku shkojsha të motra, thesha unë ja bëj vjerës, kështu e, ja bëj kështu e, ja bëj kështu e. Ajo vjera, jam e shkon topë, si shka i bëj, unë s'ki ku zoft atëherë mi bo vjerës dishka, sot bile kili ri, atëherë s'ki ku zoft qak. Edhe ajo i shkon topë vjera, si ku me di qka i bëj, e ajo më priti mu me stopë, ma shumë se sa, që shkova. Po, qëre, nuk mund me thonë që më ka prit edhe ku shedi, mirë më ka prit, po prape ka pos që të farloj frike, vjere më ka dosh shumë, vjere më ka thonë gjithmonë, unë ty të kom pregamer, se e kom cek edhe me një intervjist, shumica kanë thonë që është përmenët me pregameri, vjere mu më ka qitë në qatë shkallë, dhe më thonë që më ka thonë unë ty të kom pregamer, qatë shumë si më ka dosh të vjere. Dhe më thonë të e ke pos për kroja në dashnin e vjere? Shumë e kom pas dashnin, po unë ja kom po dashnin vetit dhe visunit para tjetë dhe si më që kur, po ku je mërzitu në shka fullin ato poshtë, a që nuk si ashtë që ju, mu e dremë, në kom flajnë, dhe në tjetë, burim ka thonë flajnë, në kom flajnë. Unë e kur jeta jeme s'ku mërnu për halkë. Unë e ku mërnu gjithë mund vetëm për vetën time. Shka më bje mirë mu, shka i bje mirë burit, tem familjes teme. Unë e si më qunë 5 saate me fshia bërë, me thonë gruja filonit, nusja filonit, të qunë 5 fshinja bërë. Jo, vëllohi, edhe sot s'punoj për halkë. Edhe sot punoj me bo krenorë fëmin tem, burin tem edhe kaqë. Gishtat i kinë dorë, nuk i kinë njësoj. Mi anis te me shku për fijet që ti, që të rëdzohësh, që të qohësh pak, që të qohësh krejt, që të rëdzohësh prap, që të rëdzohësh... Naj, jetën e qëtë në stabil vetë. Aja, anë kuna i herë të burri për vjerën tonë, me thonë që shto më sa? Una, kur një. Pës që më përlaon me vjerë. Edhe pse ato kanë thonë, së që nusja... Kritikat atë kanë penguna i herë? Jo, ato kam, jo heq, atëherë unë s'ku di shka në kritikat, jo ty besi si e morë kur, jo pashalojnë kur njetë si e morë me kritika. A e kom pos, a di shka e thëmë një shpreje, nështë a e kingu, që kom thonë shumicën e rasteve, kur ta ki dilin për mi kry, rrën qka të cilën rrest, ato i merë era, kujsoja mu nuk më lakë pike shilë, e dilë është burri. Kështu që kërkoni njeri unë që e ki dilë. Shka cilën rrest, pikat mu s'më lakë gjë. Kështu që dilë është burri, edhe burri është jargani i gruës. Nëse ti burrin e ki, burri ty ka me të bo mrete primi mreti. Nëse ti burrin se ki, sharove, po dhe gruja do të marrë. Thoj një fjallë, një burri keq që se marrë një gru
Jo, një burë i mirë që se marrë një gru të keqe, ati si thojnë burë. Po edhe një gru e keqe, se nuk e mirë, që nuk e marrë një burë keqe, asaj si thojnë gru. Kështu që qështu është. E jo se kom më da për dy fjallë. Desha me të prezentu edhe laserin. Laserin e kom DOD. Me të vërtet nuk shifet që është shumë i malë kësikum për depilimin me qimeve. Ky është një laser shumë i vogël, po jashtëzakonisht ka rezultate shumë të mëdha. Do me thonë ka efekte jashtëzakonisht pozitive, nuk është estetik, se si që sheh aparaturën teme, nuk është kësi aparaturë estetike fund e kry, për më do e bukur për sy. Po aparatura jam është shumë e vogël, po ka rezultate pozitive. Sa seanca duhet mi bërë për me pas rezultate? Me thonë drejt, po vazhdojna dhe të vetja jeme, unë me 4 seanca të kom të mija ka pas suksesin. Nuk është që është i shtrejt. Çmimi e kom, do me thonë 3 zona, e kom 300 euro, me 4 plus 1. Do me thonë gjithmonë e ofroj një seancë gratis. Se nëse nisë mi bo një ka një... A dalon seanca prej personit? Jo, nuk. Unë e pro me po tani jam pis Zvicre, pis Gjermani, më ka thirë që një javë ditë prej Vranjevësit Prishtinës. Unë e disha që jo jashtë, po ajo qashtë shumë kish frikë me më kallëzu si është jashtë. Jo në atë aspekt, në aspektin e efektit. Efekti, ka se qimja dikun është ma e dopë, dikush është nuk janë krejt personat e njëjtë. Do me thonë edhe e fshehin që janë jashtë për mos mja u bojt qmimin ma... Po bre, pse bre na keni dhonë qitut, bre, pse bre na keni morë që shtu na keni dhonë qitut, pse? A beson Zotim ka thirë që një javë ditë në telefon, edhe unë e disha që o jashtë, se disha se në gjipët njërë jashtë, se nuk i din tereni, nuk i din, me folë, nuk i din ku pilhonet e këtu, i shkurt trup. Edhe unë e disha edhe ku merdh prom, din gjashtë e kum priqë të, ku merdh prom, thash unë e jem Gjermani, thash e kum ditë i motën veti për shmim, thash o mësë të bre, thash se shmimi ka më konë qash, bile një uve t'jashtit nështë aja u shrej edhe ma lirë, tha motër na kanë dhonë tut, o shumë e vërtet që na kanë dhonë tut, pse duhet me bon këta? Pse bre duhet me bon se Kosova është ndërtu pi dorës jashtit, bre pi gerbës jashtit, pse duhet me na bo kitë sanë? Kjo më dhamë shumë. Për çka shërben? Çka shërben që kjo? Çfarë efekti ka? Që kjo thirët u zënë sa una terapi. Që kjo i ka i veshtë ato teshat, unë e dhezin një 10 minuta partë klienti këtu, edhe kjo i ka, se pas në nrym, kjo i ka dhe 90 temperaturën, me 90 temperaturë, është e parapome me nejt 20 dhe 30 minuta. Mirë, po së mundet kërkush me nejt që to, e ka o zonë sistem. Kjo shërben për dopsim, rolin kryesor e ka për dopsim. Mirë, për kjo qaq mirë bën edhe për shëndet, se unë kërë komorë atje kanë thonë që kjo bën për shëndet shumë mirë, s'du t'i cej kish ka bën shëndet, se për ndryshe i bën konkurencë medicinës, se kom në rrymë për fat edhe kjo dopson. Po e ka shëru gjontrën teoritë të unë që unë e kom pas të morë shkallës B 1 cm të madhe. Kjo është për tendosjen e muskulaturës, është për rëumën, është për infekcionet, është për relaksim fizik edhe psikik. është për toksinat e këqija trupit që nxjerrën. Ndjersitja që ti e nxjerr prej kësaj, i ke hek krejt toksinat bakteriale prej trupit tonë. Kom klient që s'ka mujt me hec as në parin kat, unë gjitë në kat mas e i ka bo seancat. Ka bos efekt? Është një aparatur që ka efekt edhe të shëndeti. Mirë për duhet më rujt, të vjomi. Vjomin e keq eshk. A di shka do me thonë me hek 2 kg vjam për trupit? Se kom kliente që thonë, valla unë si jem lik, më ti ke hek 2 kg vjam, më ja di shka do me thonë 2 kg vjam, se 2 kg vjam hekin, desat hekin 2 kg vjam është pjesë e madhe. A kupton? Qaq ka shumë efekte, po mos harroj me cek edhe një se klientela jonë është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Pse është e vështirë se mendoj që me të parën herë, unë e këtyne mi u fryje dhe shka mi u bo. Duhet me vazhdu me seanca, si të trajtimet e likuret, si të kjo, si të laseri, çdo gjosh shkon me lës. Vin një 2-3 herë dhe shka thot zoja, thot, valla, hes mujta më orë, se s'm ka pas rezultat. Po ku më s'ka pas rezultat, ti ftyrën se ke trajtu kurre me 2 herë, po dënë me trajtua.
Dhe me thonë e presin efektin e me njëherë. E me njëherëshëm. S'ka efekt me njëherëshëm. Nuk ka efekt me njëherëshëm. Çfarë? Kjo është jashtëzakonisht një gjë. Po mos harroj me cek se kjo ka shumë rëndësi, bile shumë mirë që keni ardhur dhe po më vjen shumë mirë që po muj mi prezentu gjitha gjonat e mia, të paktën ka njerëzit ku më drejtu të kvaliteti dhe ta hekin atë xhelozi që unë e marr për Zvicrë, më marr punën edhe më marr parën, ta harrojnë, unë ku marr me prunë kvalitet, originalitet shërbimeve. Unë jam që tash të ju lidh me një firmë të aloe verës në Zvicër, për në Zvicër jam partner tash, për në Kosovë pun duhet me hi me kry, me marr prejos dhe në zhe, diplomen që mi ditë gjitha produktet, ato produkte janë shëndetësore. Ato janë, unë e kum pas rahumën, si s'me sheni pak gishtat me sheni, nështë pak të shtremt, se e kom edhe pak si trashegim, desa jem shku mi bo analizat, se mu më dalin shumë jashtë, shumë nga dalin më dalin senet për mrena, desa më dalin jashtë s'mi gjojnë shumë kalaj, se si përdori gjona bia, shumë zotë me më kalzu analizat. Edhe kur ja nisën me më dhim duhet që s'mu isha qështu mi bashku, shkohat e mjeku tha po, tha t'ka ka pak troza. Dhe me thonë rahuma, aktroza jenë si të përbashkë ta pak. Edhe une u lidha me që të farloj firme, edhe ku ata mi caktu, une për 3 muaj që i kum pi produkte të që kjo firmë, une sot i mbylli. E tash jem të këshyrë mi prunë qatë firmë Kosovë, nuk bi produkte, ka me pru vetëm firmën, ka me dhonë vetëm me ta qu linkun, të ma shembol ty, me t'i qu produktet për shfar problemi, ti ma të regojnë problemin nësi, ti kemi përësit që ato produkte vetë, edhe ato prej Zvicrës kanë me tarë ty në postë tome. Dhe me thonë, këto jem të ju mënu me bo qëtash, me pru sa ma shumë kvalitet, edhe ishallah besoj që njerëzit janë falenderus për këtë gjohë, se e di që i vujnë shumë për raumën në Kosovë. Çfarë këshille për fund ja kështë krejt grave, femnave, që dojnë me ha biznes edhe me pasëm, mos me marrë gjukimet, mos me undiku prej para gjukimet që ja u bojnë tjerë. Unë e kisha thonë që kur të nisësh me njetë mirë, gjithë shka del pozitiv. Sakrificat janë. Unë ku e marrë me hapë biznesin në Kosovë, nuk është që i ku mëndu sakrificat, se si jam person që mendoj shumë gjatë. Unë edhe ku të vinë në Kosovë, sot e bëjnë jetë, njësër të hybi në aeroplan, vi. Dhe me thonë, mirë po, të hapin biznese kvalitet pune, thash, unë e kom shkollën, mi a dhonë certifikatën që tu let vjen let ma qelë lokalin mu së mbohet vonë. Vetëm jem e knoshni që ajo e di që jep dishka që e ka marrë profesionalitet punës të une. Kështu që le të bojnë zojat e vetit, se me punë arrisin çdo gjë. Sot ka ardhur koha mos më zgat dorën kërkuj. O, sot edhe burri si burr po don për interes. Po si qos, sot ka ardhur jeta llok soi bi. Përpara s'kena pas në ngjy flok, çka e ty thon. Sot sa ja kuqë unë syt, ja qes që ka burrit jam, blema e ngjyrës flokëve, pse vëlla mos më punu vetë unë me ble ngjyrën. Po nuk do të thonë që unë e kam parën edhe se femna dinë edhe më tranjun ka i herë, po më konë bashkum, se nëse ti kimi janë gjitë dorën, se nëse ti a shkruan letrën burrit, unë e du që gjon, aja tonë e ka për nerva, atë ku vjen shpe me një rogë, që shdo me jetu me një rogë, edhe vjen shpe, edhe pa tjetër që kom i dalë punë me ty, pa tjetër që kom e rojë fmin, pa tjetër që kom e bo një dishka, ose edhe gruja, nëse burri rrinë të ndite nuk punon, edhe gruja shkon e punon, edhe burri nuk punon. Dhe më thonë, këto jenë gjona që tash që jenë të e shkatru familjen, se për para kanë pas kretë njësoj motër, ne familja aty këtu ka pas, se për para kena qitë pësi jenë kuj, na shku kena mua mirë të kushia, kena lyp një kryp, kena bo, sot zvjen kush vallaj pa krype që të bukur në zvjen se më stadina e që unë se kom krypen. Hep një mërë këtu sana, jetën e qetë, jetë për vetën tonë dhe qetë, për kërkon tjetër. Ndërruar, faleminderit shumë, naturojmë shumë sukses e kalo mirë çdo fëmijë. Faleminderit gjithashtu, më kërkon nërsa kom fol pak me emocion, po faleminderit gjithashtu, vjen shumë mirë.